Shkodra, qyteti i djeplindjes së futbollit shqiptar, ka përjetuar një ditë tjetër të veçantë në vlerësimin e figurave të rëndësishme të saj në këtë sport. Dy ekipe gazetarësh të televizionit shqiptar dhe këtij qyteti janë ndeshur në një finale mes tyre që i dedikoi një prej futbollistëve të mirënjohur të viteve 60-70, Hajrullah Leka, në një moment të vlerësimit të tij. Mjaft sportdashës, familjar, gazetar dhe drejtues të sportit dhe të bashkisë ndoqën nga afër këtë ceremoni që ka nisur me topin e parë goditur prej mjeshtrit Leka. Më pas ndeshja ka qenë e bukur dhe emocionuese dhe janë shënuar jo pak, por plot 12 gola, duke e lënë kohën në rregullt në barazim, edhe pse pjesa e parë është dominuar e gjitha nga skuadra e televizionit shqiptar, që udhëhiqte me rezultatin 4-0. Loja e mirë e dirigjuar prej kapitenit Dritan Dani, siguria e portierit në portë Ermal Mazari, energjitë e mbrojtësit Arber Qatipi, por dhe kontributi i mesfëshorit inteligjent Klajt Gorica, si dhe nuhatja dhe saksia e vijës së sulmit me dyshën e njohur Alban Hasani dhe Ervin Qela, dhanë frytet e tyre. Gjithsesi loja e rregullt lanë fuqi barazimin dhe as shtesa nuk e zgjidhi dot fatin e fituesit të kupës. Ndaj janë dashur të gjuhen penalltit por të treguar me gisht mbajtësit e këtij trofeu të parë në dedikim të një emri të madh. Më të saktë në pikën e bardhë ishin lojtarët e ekipit të televizionit shqiptar, që arritën të mbyllën në fitore një duel të tillë, të ndihmuar dhe nga portieri Mazari, që priti penalltin e fundit ndërkaq që Hasani ka shënuar në momentin final. Pas kësaj finale, është zhvilluar dhe ceremonia e dhënies së disa dedikimeve në adresë të ish futbollistit Leka, por si vlerësohet figura e tij nga bashkëkohësit shkodran. Ka qenë pjesëtar me shumë lojtar, por ka pas vendin e vet. Dhe ajo që është shumë e bukur, një kuriozitet është numri 6 asnjëherë nuk ka shumë nga shkëta. Unë kam pas fatin e madh që të jem një mjekës i rregullt i futbollistëve të viteve 60. Ati grumull mjeshtrash dhe lojtarësh pothuajse të pazaventësueshëm për Shkodrën e për Shqipërinë. Kam edhe kënaqësinë që jam sot këtu për të dorëzuar titullin Mirënjohja e qytetit në emër të Këshillit Bashkiak të qytetit Shkodrës, për njërin prej të dallumve, nga më të dallumtë aty në viteve, ish futbollistin Hajrullah Lekaj. Ceremonia rezervoi të tjera emocione. Fillimisht drejtuesi i kulturës dhe i sportit në bashki i ka dhënë titullin Mirënjohje e qytetit zotit Hajrullah Leka për meritat e shquara në kontributin e tij të veçantë në futbollin shkodran. Më pas i është dorëzuar dhe bluza e ekipit të Vllaznisë nga drejtuesi i klubit Vllaznia Agim Media, por dhe një top për ish futbollistit që mori stafetën prej tij, Kujtim Shaba, ashtu si kapiteni i ekipit të gazetarëve të Vllaznisë Gaspar Marku ka bërë dhuratën në emër të medias shkodrane të sportit. Më pas kulmi i emocioneve erdhi në çastin ku kapiteni Dani i është dorëzuar trofeu i fituesit, që është përjetuar me shumë emocion nga djemt tan futbollist. Si ndihet Leka në një ditë të tillë? Një kaq krenar dhe kaq i kënaqur, bile i emocionuar shumë se unë jam kanë tonë jetën me emocione jam kanë. Vitet më të bukura të futbollit janë 72-shi, që kanë marrë kupë kampionat. 68-a, 69-a, do me thonë që në 65-ën që kanë marrë kupën e Europnikës, jam një shumë i kënaqur dhe që kanë dhënë 75-ën futbollin. Kena majt një qendrim me nkry trajnerat ish një Spaqin me Skënderi Aresin, me Xhodir Shaqirin, trajnera për mu të rallin Shqipnia. Ky është një fakt që vlerësim për brezat e ri i uroj që t'ja kushtojnë futbollit më tepër. Fotot mbyllën këtë takim simbolik që do të pasohet me nderimin e figurave të tjera në Shkodër dhe në Tiranë. Edhe 100 vite aro.